Korça, Shkodra dhe Fieri rreth 7% dhe Vlora, dhe më pak procedime rezultojnë Kuksi dhe Dibra në 2.45 dhe 2.38% të totalit. Sa i përket koeficientit të kriminalitetit për procedimet e regjistruara për 100.000 banor, në vitin 2025 është 1.145, ndërsa në 2024 ky koeficient ka qenë 1.037. Raporti mes krimeve dhe kundërvajtjeve penale bazuar në këto statistika rezulton se 76% e procedime penale janë i përkasin krimeve dhe 24% i përkasin kundërvajtjeve. Ndër grupet veprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të regjistruara nga ana e prokurorisë janë veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike me 33% të numrit përgjithshëm të procedimeve, me një rritje prej 13% krahasuar me 2024. Në vijim, vjedhja e pasurisë përbën 21% të numrit përgjithshëm të procedimeve të regjistruara me një ulje rreth 2%. Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes përbëjnë 7%, por edhe këto me një rritje 2%. Veprat penale që cënojnë regjimin juridik të tokës përbëjnë 8% dhe kanë pësuar një rritje prej 51%. Veprat penale kundër shkatërimit të pronës përbëjnë 3% dhe kanë pësuar një ulje prej 12%. Veprat penale kundër shëndetit të kryera me dashe përbëjnë 3% të numrit total dhe kanë pësuar një rritje prej 5%. Gjatë 2025-s janë përfunduar 24.491 çështje, për të cilat 42.46% janë dërguar për gjykim, 10.399 çështje me akuzë ndaj 12.249 të pandehurve. Janë paraqitur në gjykat 13.904 kërkesa lidhur me masat e sigurimit personal. Të dhënat statistikore për caktimin e masave të sigurimit shtrënguese për vitin 2025 tregojnë se për 59.3% të pandehurve të regjistruar ose 35% të personave në hetim është kërkuar caktimi një masë sigurimi shtrënguese. Ndërkohë rezulton se 56% e kërkesave lidhet me caktimin e një masë sigurimi me arrest, masa këto të kërkuara për 33.25% të pandehurve të regjistruar ose 19.56% të personave në hetim. Gjatë vitit 2025 është ngritur dhe përfaqësuar akuza në gjykatë në emër të shtetit shqiptar për 10.423 procedime penale me 12.273 të pandehur. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore rezulton se në 2025 janë dënuar 10.903 pandehur, që krahasuar me 2024 përbën një rritje prej 9% të numrit të pandehurve të dënuar dhe për 375 të pandehur është dhënë një vendim për deklarimin të pafajshëm. Gjatë 2025-s janë filluar kryesisht 161 procedime penale që përbën një rritje prej 3.87% të numrit të procedimeve të filluara kryesisht krahasuar me vitin 2024. Peshë më të madhe në këto raste përbëjnë vepra penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike 42.24%, vepra penale kundër rendit dhe sigurisë publike 21.12%, veprat penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetëror ose në shërbimin publik 14.28% e totalit dhe vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve 6.21%. Referuar të dhënave statistikore të vitit 2025 për grup veprat penale të korrupsionit dhe ato që lidhen me detyrën, në kompetencë të jurisdiksionit përgjithshëm janë regjistruar 625 procedime me 155 pandehur, ndërkohë që 182 procedime me 368 pandehur janë dërguar për gjykim. Është për të theksuar se janë rreth 260 të dënuar për këtë grup veprash penale gjatë 2025-s me një rritje të ndjeshme në krahasim me 2024. Pasuritë e sekuestruara kanë qenë në vlera relativisht të mëdha, ku vlera totale e aseteve të sekuestruara është diku tek 4 miliard e 57 milion lek dhe ajo aseteve të konfiskuara rreth 305 milion lek, pra nëse do të përllogarisim edhe në një vlerë euro janë diku te 42-43 milion euro asetet të sekuestruara dhe diku te 3.1-3.2 milion euro të konfiskuara. Për veprat penale që cënojnë zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, sipas të dhënave statistikore, rezulton se janë regjistruar 68 procedime penale me 15 pandehur që janë dërguar për gjykim dhe janë dërguar për gjykim 14 procedime penale me 30 pandehur. Ndërkohë rezultojnë 7 pandehur të dënuar nga gjykata. Peshë më të lartë në këto procedime e zënë vepra penale parashkuar nga aneni 328A i Kodit Penal për dorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore, për të cilën janë regjistruar 17 procedime penale ose 25% e totalit, dhe vepra penale parashkuar nga aneni 327 shkelja e fshehtësisë votimit, për të cilën janë regjistruar 17 procedime dhe sërish janë te 25% e totalit.